Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për një nga ngjarjet më të rënda që ka ndodhur në vitin 2020. Do të rikthehemi pas në kohë ku rrëmbehet, vritet dhe zhduket Klevis Lleshaj dhe më pas eshtrat e tij u gjetën 2 vite e gjysmë më pas. Do të flasim pikërisht për këtë ngjarje sepse autori kryesor në fakt lidhur me ngjarjen si vrasës me pagesë, babai i këtij të fundit ka thyer heshtjen për kolegun Enver Doçi, është një intervistë e gjatë e dhënë edhe në Balkanweb ditën e djeshme. Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktori e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi në studio me specialistët tanë, por jo vetëm me intervistën e babait atij që përflitet që është autori kryesor, sepse është një tjetër person që ka porositur këtë vrasje. Pas zbulimeve të SPAK del në dritë një nga historitë më të rënda të gjakmarrjes që ka tronditur vendin ndër vite, një sagë e përgjarshme që nis në vitin 2012 me vrasjen e Agim Hoxhës dhe vijon me një zinxhir akmarrjesh ku humbën jetën disa antar të fisit Lleshi, duke përfshirë kështu edhe Klevis Lleshin. Sipas hetimeve, kjo histori arrin kulmin në vitin 2020, kur 22 vjeçari Klevis Lleshi rrëmbehet, vritet dhe më pas zhduket, ndërsa eshtrat e tij u zbuluan vetëm pas rreth 2 vitesh e gjysmë në zonën e Kurbinit. Prokuroria e posaçme dyshon se krimi është porositur si akmarrje nga Aurel Hoxha, ndërsa për ekzekutimin akuzohet Sabanuzi, i cili dyshohet se është paguar për këtë vrasje. E njëjta dosje hetimore dritet edhe mbi një aktivitet të gjerë kriminal, ku sipas SPAK bëhet fjalë për një grup të strukturuar që pastronte paratë të ardhura nga trafiku i drogës, duke investuar në Shqipëri dhe jashtë saj. Pikërisht këto para dyshohet se janë përdorur edhe për të financuar vrasjen, një histori me shumë viktima, me akmarrje të njëpasnjëshme dhe me zhvillime që vijojnë edhe sot ku drejtësia ende po përpiqet të zbardhë plotësisht të vërtetën. Në këtë kontekst sot do të jap dëshminë e tij në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, Mustafa Nuzi, babai i Sapanuzit, i akuzuar si vrasës me pagesë, një dëshmi që pritet të sjellë emocione të forta dhe një tjetër këndvështrim i një ngjarje që ka lënë pas plagë të thella në të dyja familjet. Një sagë akmarrje që fillon në vitin 2012, kjo është bota e errët e shoqërisë shqiptare, familjet shqiptare që po na ndjekin drejt për së drejti dhe që janë në rutinën e tyre të përditshme me hallet dhe me problemet, do të shikojnë dhe do të pasqyrojnë ditën e sotme edhe një botë të errët që ndoshta ata nuk e njohin. Është një nga dosjet që në fakt emisioni Shënjestër i koleges Klodiana Lala e ka pasqyruar me shumë detaje vrasjen e Klevis Lleshit në vitin 2020, ai u rrëmbye në fakt, fillimisht më pas vritet dhe zhduket për t'u gjetur eshtrat 2 vite e gjysmë më pas. Ne do dëgjojmë fillimisht babain e autorit të dyshuar në fakt, Sabanuzit, si vrasës me pagesë, sepse porositësi është Aurel Hoxha, sipas të gjitha hetimeve të SPAK-ut dhe një dosje që e thash edhe më herët është pasqyruar në emisionin Shënjestër të koleges Klodiana Lala. Në fakt ditën e sotme, për të qenë transparent, sepse nuk mund të rehabilitojmë ata që kanë kryer vrasje të tilla apo vrasës me pagesë, ditën e sotme do të kemi mundësi, sepse televizioni News 24 ka marrë kohë më parë edhe intervistën e nënës viktimës të Klevis Lleshit. Me mua në studio është avokati Elvis Duka, përshëndetje avokat, mirë se erdhe në studio. Për krah teje, Belinda Mustafa, psikologja jonë, përshëndetje, mirë se erdhët. Dua nga një mendim të shkurtër nga secili prej jush, sepse duhet kuptoj edhe shoqëria shqiptare se ka një botë të errët. Pra njerëzit në Shqipëri, familjet shqiptare janë në hallet e tyre të përditshme, në atë rutinën e përditshme, por në atë botën e errët që ata nuk e njohin, ndodhin edhe raste të tilla. Një sagë akmarrjesh që nga viti 2012 me vrasjen në fakt Agim Hoxhës
pikërisht nga familja Leshi. Dhe këtu filloi një sër vrasjesh të një pas njëshme, me sa duket është ajo saga e hakmarrjeve në kohën mbas viteve 90, në këtë kohën tonë moderne dhe në këtë tranzicion demokratik, sepse kanë qenë ndryshe edhe hakmarrjet duke u bazuar edhe te kanuni, e përmend këtë term sepse e ka përmendur edhe Mustafa Nuzi, babai i autorit, që mendohet të jetë vrasës me pagesë, janë të gjitha dosjet të zbardhura nga SPAK. Çfarë duhet presim, Elvis? Atëherë, pikë së pari, ngjarja është shumë e rëndë, sepse kemi bëjmë një ngjarje e cila në ato në informacionet që ne kemi në media bëhet fjalë për një ngjarje e cila ka ndodhur që në vitin 2012 e më pas është pasuar me ngjarje të tjera. Duhet theksuar se dhe momentin që ne flasim jemi akoma në fazën e hetimit. Domethënë, struktura e posaçme ose SPAK, siç njihet përgoria e posaçme, është akoma në fazën e një hetimi të dyshimeve të arsyeshme në lidhje me ngjarjen e cila ka ndodhur dhe akoma ne kemi në një produkt përfundimtar, domethënë se si ka ndodhur ngjarja dhe sa është e provuar SHO. Pasi normalisht SPAK-u nuk dënon, por heton në lidhje me materialet të cilat ato i mbledhin në rrugë operative. Ngjarja duhet parë në dy këndvështrime, si nga ana e të akuzuarve, po edhe nga ana e familjarëve të viktimës, normalisht që kemi të bëjmë me një rast i cili është tepër problematik dhe një dosje tepër voluminoze. Në lidhje me hakmarrjen, Kodi penal ka pësuar dhe në lidhje me mbrojtjen e viktimave, Kodi penal ka pësuar ndryshime të herpashershme duke sa vjen dhe duke ashpërsuar dënimet lidhje që vijnë nga veprat penale të cilat lidhen me hakmarrjen në Republikën e Shqipërisë. Ndryshimi i fundit është viti 2017, ndryshimi i Kodit të procedurave penale, ku thekson që dhe viktima ka të drejtë që të përfaqësohet me një avokat e cila mund të merret nga familjarët e viktimës që të jetë pjesë e procesit. Pra, përveç prokurorit që mbron interesat e viktimës, me ndryshimet e gushtit të 2017, me ndryshimet e vitit 2017 të Kodit Procedurës Penale është sankcionuar që edhe viktima ka drejtë që të mbrohet në procesin penal, i cili mund të jetë procesi i themelit të çështjes dhe në zbardhjen e plotë të gjithë historisë dhe pastaj në marrjen e një vendimi përfundimtar. Mirë, dua të kaloj te kolegja në krahun tënd, tek Belinda Mustafa, tek psikologja jonë. Kemi dy prindër. Është nëna e viktimës, që ka folur kohë më parë në një intervistë shkurtër, në fakt për News 24, kemi dosje të zbardhura nga emisioni në shënjestër të kolegës Klodiana Lala dhe ndërkohë kemi reagimin ditën e djeshme për kolegun e Berdoçit, të babait të autorit të dyshuar deri në këto momente si një vrasës me pagesë dhe unë do doja të të bëja një pyetje të drejtë për drejtë. Në këtë situatë që jemi në 2026, sa e një prindi fëmijën e tij? Vështirë të them që prindi një fëmijën, vështirë të them që fëmija një veten. Kjo sepse deri në fund ne nuk e dim kur se si do reagojmë në situatat ndryshme dhe paralelisht kjo vjen edhe me njohjen e prindit tek fëmija. Normal që tani që flasim është shumë e vështirë që një prind të njohë totalisht fëmijën e tij. Sepse intervista në fakt e babait të Sabanuzit si një vrasës me pagesë i dyshuar deri në këto momente, zotit Mustafa, bëhet fjalë që ai është tepër i bindur, madje ai ka thënë edhe një fjalë që ka sjell një reagim të fortë në publik dhe do ta shkaktoj përsëri se ne do ta ndjekim edhe intervistën e tij të plot marrë nga kolegu Enver Doçi, që ai thotë do betohem në Kur'an dhe unë jam i bindur që nuk është fëmia im. Edhe sipas kanunit, thotë. Pra, ka betime, prandaj ka sjell reagim të fortë se përmendet pikërisht. Prindi nuk e hedh kurrë poshtë fëmijën e tij, sido që të jetë. Por Dora Nëzja... Jo, përmendja e kanunit. Po, Dora Nëzja... Çfarë do të thotë? Është një mesazh për t'u dhënë apo një shfaqsim? Si ta marrim? Kjo situatë ka nisur me kanunin dhe do vazhdoj me kanunin. Pra, duke mos pasur
mbështetje nga ligjet, do vazhdoj me ligjet e krijuara nga vetë. Pra, ti thua ka nisur me kanunin dhe është viti 2012. Vrasja e Agim Hoxhës, sepse mendohet që për vrasjen e Klevis Lleshit, 22 vjeçarit i cili u rrëmbye, u vra dhe trupi i tij u zhduk për t'u gjetur 2 vite e gjysmë më parë, është porositur nga Aurel Hoxha. Pra ti mendon se dhe nga 2012 deri sot kemi një sër vrasjesh, prandaj ti këtu je që Po, jam e mendoj është nisur për hakmarrje, është nisur, po pa përdorur kanunin, pa e futur, se fjala kanun, sikur është kohët e fundit po edhe po keq përdoruar nga persona që për përfitim personal apo për humbje personale e kthejnë në hakmarrje. Por duke mos patur dieni për ligjet që ka Shqipëria, normal që do të kërkojnë vetëgjyqësi. Por duhet të theksoj diçka që vetëgjyqësia më në 2026 apo 2012 kur ka nisur gjeneza e kësaj ngjarjeje, nuk duhet të ekzistojë më. Nuk duhet të kishte ekzistuar më saktë. Megjithatë, unë jo më kohë thash që është kjo bota e errët e nëndeshme që qytetarët në të përditshme në tyre, duke na përfshirë edhe neve, me hallet dhe me problemet tona. Është një realitet që ne vetë e mohojmë, fundja është. Si? Është një realitet që ne vetë e mohojmë. E mohojmë si realitet, por që ekziston. Në fakt, edhe nga ato hetimet e Spakut deri tanishme, flitet që kemi të bëjmë me grupe të strukturuara kriminale dhe jo me paratë përfituara të cilat përdoren për vrasje të njëpasnueshme dhe është përdoruar jo për gjakmarrje dhe për kanun, të paktën deri në këto momente që flasim. Dhe prandaj kohët e fundit fjala kanun edhe po keq përdoret, sepse edhe kanuni i Lek Dukagjinit të paktën ka disa rregulla mbi të cilat mundet që edhe ligjet tona, si ato të kodit të procedurës penale, mund të jenë bazuar dhe mund të jenë marrë parasysh, por që fjala kanun po keq përdoret dhe nuk duhet në fakt edhe të ekzistojë. Në këto momente e ftoj regjin të ndjekim intervistën e Mustafa Anuzit, babait të akuzuarit Sabah Anuzi, si brasës me pagesë të një ngjarje shumë të rëndë që ka ndodhur në vitin 2020, ku rrëmbehet, vritet edhe zhduket trupi 22 vjeçarit Klevis Lleshi. E ndjekim në këto momente. Si e ke emrin? Mustafa Anuzi. Çfarë problemi ke? Unë kam një problem me shumë rëndësi. Jam i akuzu dhe i dënu me dënim kapital nga policia dhe prokuroria për një akuzë që nuk është e vërtet. Cila është akuza? Akuza është, më është akuzu quni, Sabah Anuzi, gjëja sikur ka vra dhe ka zhduk Klevis Lleshin. Gjëja që nuk është e vërtet. Herën e parë jam thirrur nga prokurori rrethit Abbas Musa, para 6 vjetësh, 5 vjeta, diçka e tillë, nuk e mbaj me si datë. Në prezencë të 8 vete në prokurorinë e Burrelit. Mërëna këzyre vetë, dhe më është thonun që kemi dyshime se djali jot ka pjesë, ka dieni në zhdukjen e Klevis Lleshit. Aty kom pasë edhe djalin tim sa bajnë me vete. Por tha nuk kemi fakte, tha se unë i vej hekurat. Thash edhe unë jam, po që se është e vërtet, jam gati dhe kërkoj t'i vejnë hekurat, ja ti, po kujdo. Kjo nuk është e vërtet, për mu nuk është e vërtet, edhe për qunin është prezencë tu. Kemi dalun dhe me këte kom shku ke Qamil Dedja. Dhe i kam thonun jam gati të liroj për nipin që nuk kam dorë kërkun, djalim nuk ka dorë më qitë mes. Si pas kanunit? Si pas kanunit jam gati të liroj,
siç e përma kanoni, që unë t'jesh kret i qetë për mu. Kam qetë bashkëpunojmë bashkë, të interesohemi për dërarin se kush e ka bërë këtë punë. Kush e ka vrasë unë? Se kush e ka vrasë. Nipin e qemit. Nipin e qemileshit. Më ka thonë që unë nuk merrem me këtë punë. Vetëm pas faqen e zezë që ka ba. Me kaq, kom dalë, dhe nga që kishte një farë dyshimi për mu, nga prokurori, për djalin tim, kom hy në rrugë private timen për të bëjë një hetim. Për të fillu hetimet në unë në rrugë të mija, si shma për të menja mu. Dhe unë kom konstatu që ai Klevis Leshi, ai djali, nuk është vranë nga sunin. Jo mënu të bashkëpunoj me policinë, me shefin e policisë, me shefin e komisariatit, rreth sa ngjarje. Për të zbardh të vërtetën. Për të zbardh të vërtetën. Shefi policisë, në atë kohë, Siqiridoni, me emër, dhe Gazmend, Gazmend të gjuhë nuk ja di mbjeve, nuk e maj mend tani. Ato dinë është mirë për ta, se si është kjo ngjarje. Më ka lënë për të dyshu, se çfarë kam thonu, nuk janë verifiku kërkun. Për këtyne. Nëpërmjet medias, me qenë se mjep e të rasti dhe shqyqyrë që më dha rasti, ju përgëzoj me këtë rast, me gjithë se janë, mund t'jenë dhe sekret hetimor, duhet vend jeni. Që dhe duhet pyes më shumë, kush ka qenë unë? Ai person që ka pas shku e nep ke shtëpia e Klevis Leshit. Kush ka pas shku e ardhë me te me Klevis Leshin? Kush ka pas shku në makinë me to? Ku kanë shku në Peqin, tu pa gjëgjën e vetë në Peqin Klevisi, me ko ka shku? E kam kërku dhe në polici këte, që të zbardhet kjo e vërtet. Ku është makina e zezë Benz që ka pas Klevis Leshi, që janë për një ditë janë zhduk për i Burreli. Dhe, ku e kanë shu personin që ka shku me t'jam në Klevis Leshit të kërku, të bo denoncim në polici, se më është hum djali, nuk është ty djali më shpi. Ai djali, ai shoqërus, kusha, çfarë lidhje ka me Hasmin? Cila është arsye që ka net ma të shpi, e ma të shoqninë e madhe, në një kohë që është familje e Hasmit? Dhe si ka mundësi të akuzojnë dhe më të ndënojnë mu gjyq kapital me pushkatim, që unë nuk kam mundësi të dalë për jashtë për një krim që është bo, e ka bo dikush dhe ma kanë faturu mu. Në një kohë që policia... Ti ke frikë Lvizi Shilvi? Si s'kam frikë. Jo se kam frikë, se jam mylla si minusë, nuk kam asile lidhje me këtë punë. Por më vjej na si ka mundësi. Edhe mram, një stacion ABC, që është, ka folun 100.000 të zeza. Porosin nga burgu, se që gatroshin. Po mirë, atë më dalim pa këto. Djali ju akuzohet që ka vënë, për shembull, ka lidhje me këto personat që kanë vënë territorin e Tiranë,
vjen urdhën nga djali juaj nga burgu pushkrimit. Qoni im thot jo, ky djali im Sabaj thot nuk është e vërtet. Nuk e prano, bile bothirje medjave, prokurorisë, ju bothirje, keni durim të zbardhët e vërteta. Mos më kërkoni, mos më futin, mos më me njerëzit kot. Tani çfarë kërkon ti? Unë kërkoj nga mediat. Nga drejtësia, se mediat nuk zgjidhin gjë. Jo, unë kërkoj nga drejtësia, por po se më nxit nga mediat, për mua nuk. Sa kërkon nga drejtësia? Unë nga drejtësia të zbardhet e vërteta. Të zbardhet e vërteta, të thirrën personat. Kanë akuzuar në shumë tjerë. Kanë akuzuar dhe shumë tjerë. Asnjë nuk është majtun. Vetëm ka majtun çonin tim. Për çfarë arsye? U bën disa herë që çonin më majnë, më dënojnë për kot, vetëm me akuzat pa vërteta. Arsyeja. Konflikti që kam unë me prokurorin e rrethit Abbasmushën dhe Fiqiridanin. Që ka qenë unë shef policie, që ka qenë nuk e... Ju tani kërkoni vetëm të zbardhet e vërteta se kush është vrasi i Klevis Leshit. Edhe po, për Klevis Leshin du njerë kjo të zbardhet një. Nuk ka dorë, djalim nuk ka dorë kur. Djali juaj ju Nuk ka dorë. thoni që nuk ka dorë në vrasjen e Klevis Leshit. Në asnjë mënyrë nuk ka dorë. Mbas hapësirës së parë publicitare dhe pjesës së parë ku ndoqëm pikërisht atë çfarë tha babai i Sabah Anuzit, i cili akuzohet pikërisht për vrasjen e Klevis Leshit në vitin 2020. Avokat, do doja të ndaloja pak ta komentonim përpara se dëgjonim edhe fjalën e nënës Klevis Leshit dhënë kohë më parë në News 24. Në fakt ajo ka folur më pak se sa babai, por edhe babai i Sabah Anuzit nuk është se foli gjatë. Nuk dha disa indikacione, më tepër bëri disa pyetje, por jo një intervistë e mirëfillt e gjatë. Tani unë do ta pyes psikologen pak më vonë, a kemi të bëjmë pikërisht me zotin Mustafa Anuzi që përcolli fjalët e birit nga burgu që ai ndihet i pafajshëm, të paktën për vrasjen e 22 vjeçarit, apo ishte dëshpërimi i një babai duke dëgjuar edhe shumë detaje nga dosja e të birit. Do doja të dija sa ka ndihmuar në këtë intervistë babai i Sabah Anuzit. Atëherë, intervista me aq sa ne ndoqëm ishte shumë e qartë. Domethënë lidhje me pretendimet të cilë ka zotëria, normalisht flet si pikë parë flet si prind i një djali i cili ndalohet dhe është dyshuar për kryen një vepre kriminale, por edhe ligjërisht deri në këto momente që ne flasim, jemi në fazë hetimi edhe një person i cili nuk është i dënuar me një vendim të formës prerë, normalisht prezumohet i pafajshëm deri në përfundimin e gjykimit dhe më pas drejt dhe në dhënien e një vendimi përfundimtar. Absolutisht deklaratat e familjarëve mund të jenë edhe emocionale, normalisht, nuk janë ato deklarate të cilat janë diçka e provuar, çdo provë apo çdo indikacion i cili ka të bëjë, domethënë në mbështetje të akuzuarit në këtë rast, normalisht është nga përfaqësuesi ligjor i zotit Muzi, i cili mundet që gjitha ato deklarata apo gjitha pretendimet që mund të ketë lidhje me çështjen do t'i nënshtrohen hetimit gjyqësor në fillimin e procesit domethënë penal. Deri në këto momente që ne flasim, duhet përqendrohem tek një person i cili prezumohet i pafajshëm. Normalisht ne nuk mund të theksojmë që një person tani ndodhet i ndaluar, është caktuar një masë, po zhvillohen hetime, ka dyshime, por gjithë të dyshime më pas duhet të jenë të provuara në momentin e dërgimit të çështjes në gjyq. Domethënë, jemi në një fazë akoma paraprake që cila ka nisur hetimin mbas të dokumentacioneve apo dhe mbas kallëzimit të një personi të cilin mund ketë bërë pranë prokurorisë posaçme. Megjithatë, Visi, unë do doja të ndaja, është dëshpërimi një babai teksa dëgjon mediat që nxjerrin pjesë nga hetimet e Spakut dhe frika
duke etiketuar edhe të birin si vrasës me pagesë, sepse paktën nga zbardhja deri tanishme e paprovuar, nga zbardhja deri tanishme s'pakut flitet që i biri është vrasës me pagesë, por është një tjetër emër, Aurel Hoxha, që ka porositur vrasjen e 22 vjeçarit. Madje ai thotë që unë mbaj mend 6 vite më parë, jo vetëm kam shkuar në polici, jo vetëm kam ndihmuar policinë dhe prokurorinë për ta zbardhur këtë çështje, por madje ka guxuar edhe më tepër, ka shkuar dhe ka takuar dajen e 22 vjeçarit viktim tashmë të Klevis Lleçit, duke i thënë hajde dhe ta zbardhim së bashku të vërtetën. Tani, bëhet fjalë për një zonë e cila nuk kemi të bëjmë një popullsi, domethënë e cila është e miksuar, por kemi të bëjmë një zonë e cilat pak a shumë banorët e zonës njihen në njëri tjetrin. Edhe kanë lidhje familjare, e cila mund të çojë edhe në zgjidhjen në konceptin historik të gjë sipas drejtës kanonore e tjera me radhë. Por këtu jemi në fazën në cila që kemi disa fakte, domethënë nuk janë akoma të provuara në momentin që ne flasim. Normalisht hetimet vazhdojnë lidhje me qenien po ose jo, por që ka disa aspekte të cilat lidhen nëse ky person është personi i cili etiketohet apo mund të jetë një person që është rastisht i ndaluar për veprën penale. Babai i Sabanuzit, zoti Mustafa, thotë që kam kryer një hetim privat. Çfarë do të thotë ky hetim privat? Madje duke ftuar edhe familjar të viktimës. Tani, hetimi privat normalisht bëhet në kuadrin e veprimtarisë private që mund ketë zotëria. Provat e cilat merren në gjykat, normalisht përfaqësuesi i zotit Muzi, mund t'i drejtohet me një kërkesë prokurorisë në lidhje me hetimet e cilat do të ose kërkesat që ai ka në lidhje me hetimet që duhet plotësohen nga ana e organit procedurës në lidhje me marrjen e provave të cilat ato mund t'i konsiderojnë themelore në lidhje me zgjidhjen e çështjes përfundimtare, ose janë ato prova të cilat mund ndihmojnë në zbardhjen e të vërtetës. Dhe pasi edhe babai i zotërisë ka theksuar që unë dua që të zbardhet e vërteta. Ai nuk është kundër, ka pretendimet e tij normalisht si familjar, i një personi i cili është i ndaluar, normalisht, por që është gjithmonë në zbardhje të vërtetës. Gjë e cila është për të përshëndetur nga ana e zotërisë, i cili ka një qëndrim që të zbardhet e vërteta. Si mund të bëhen të lishme këto prova të grumbulluara nga hetimi privat? Duke qenë se ju vini nga shoqata avokatëve antikorrupsion detektive privat, pra në këtë rast kemi një hetim privat, por jo një detektiv privat për të zbuluar të vërtetën. Jemi në fazën të cilën ne nuk kemi dieni se si është bërë ky hetim privat apo provat të cilat janë mbledhur. Jo, dua të them edhe për publikun, pra për ngjarjet të tilla të ngjashme, teksa audienca e këtij emisioni dhe televizionit më të madh informativ në vend, televizionit News 24, dëgjon fjalët e këtij zotërie, i cili thotë unë kam bërë një hetim privat. Pra, ku të çon hetimi privat dhe sa ligjor është ai hetim privat dhe si mund të përdoren këto prova pastaj në gjykimin e çështjes. Atë, ne jemi në fazën në cilë kemi një çështje, një procedim i cili është i regjistruar. Kemi një procedim i cili është në fazën hetimore. Nuk kemi para fakteve të cilat ne nuk kemi një procedim i cili është regjistruar dhe pastaj që mund të marrim veprime private për siguruar prova që ne t'i drejtohemi gjykatës me një kërkesë ose me një denoncim në polici ose një kallëzim në prokurori, e cila të dëgjoj pretendimet që ne kemi mbas këtyre provave. Momenti që ne jemi në fazën e procedimit penal, normalisht përfaqësuesi ligjor duhet të drejtohet me një memo, i bën një memorie ose një kërkesë prokurorisë në lidhje me pretendimet që ka dhe veprimet hetimore që duhet kryen në lidhje me zbardhjen e vërtetës. Dhe normalisht mund depozitojë dhe ato prova të cilët ai mendon që mund të ndihmojnë në zgjidhjen e të vërtetës. Në fakt, babai i Sabanuzit, zoti Mustafa, deklaroi edhe përdori edhe disa emra, qoftë të prokurorisë, qoftë edhe të policisë, të cilët fillimisht i është dukur sikur i kanë dhënë një ndihmë apo një drejtim zbardhjes së vërtetës, por në fakt në rreshta, po ta kuptosh, ai sot mbas 6 vitesh po i akuzon në mënyrë të drejtë për drejtë. Atëherë, çdo pretendim që i cili mund të ketë, duhet ta drejtojë pranë organeve hetuese të cilat ndodhen pranë prokurorisë poshtatshme, që mund t'i drejtohen lidhje me hetimet që duhet bëj apo me dyshimet që ai mund të ketë ndaj këtyre personave.
Një person, që po flasim për disa persona cilën kam pas tagrin e një përfaqësuesi të një institucioni të caktuar. Nuk po flasim për një person i cili mund të ketë dieni për çështjen apo nuk ka lidhje me hetimin. Personi në momentin i cilit është thirrur dhe është paraqitur në komisariatin e policisë apo dhe në prokurori është thirrur nga personin përgjegjës, nga prokurori i çështjes apo nga drejtori i policisë për dhënë sqarimet lidhe me çështjen të cilët ai është një person ka dieni për ngjarje. Domethënë nuk është thirrur si një person i cili ndaj tij po zhvillohen hetime. Momentin që ti thirrësh si një person që ndaj një person i cilën po zhvillohen hetime, atëherë ndryshon dhe kualifikimi dhe duhet paraqitesh patjetër bashkë me një avokat i cili duhet jetë i pranishëm në momentin e marrjes pyetjet personit. Megjithatë, duket që zoti Mustafa Nuzi di diçka apo e orienton bisedën e tij, intervistën e tij tek një person që me sa duket ka qenë shumë pranë nënës të ndjerit. Duke përmendur kush ka qenë në shtëpi, kush ka shkuar në Peqin tek xhaxhai i Klevis Lleshit, ku është makina, kush e ka shoqëruar nënën të bëj kallëzim në polici dhe ta shpalli si të humbur, pra dikush e ka shoqëruar nënën e të ndjerit, 22 vjeçarit, dhe me sa duket ai e nënkupton këtë gjë, pa dalë në emra, siç doli me prokurorin dhe me policin, dhe thot, më ka kufizuar jetën time, pra duhet jem shumë i kontrolluar në lëvizje dhe në përditshmërinë time nuk kam më jetën që kam pasur më parë, duke qenë krejtësisht i pafajshëm si unë edhe djali im. Absolutisht, ndodhem për një fakti i cili kemi të bëjmë dhe me gjykim popullor të gjendjes. Përgjegjësia është personale, nuk është përgjegjësia e familjarëve, nuk është po këtë vjen në rol kanoni pastaj për cilën ne folim. Jemi në një fazë e cila çdo person marr përgjegjësi për veprimet e kundralishme apo jo të kundralishme të tij. Domethënë ne jemi në një fazë e cilën një person me përgjegjësi personale apo morale apo dhe ligjore lidhje me çështjen. Dhe në këtë moment nuk mund të themi që familjarët e një personi i cili është i ndaluar si i dyshuar dhe prezumohet i pafajshëm në momentin që ne flasim, nuk mund të etiketohet me terma të cilat nuk janë përshtatshëm për asnjë person. Momentin të cilën ne konstatojmë që një familjar i cili mund të flasë edhe emocionalisht, por mund të ketë diçka të bazuar. Në këtë momente ka indicie që përfaqësuesi ligjor apo dhe prokuroria duhet ngrihet për të bërë hetimet e nevojshme në lidhje me zbardhjen e zbërtetës, në lidhje me pyetjet apo edhe me provat të cilat familjarët mund t'i paraqesin në gjykat. Mundet që personi që ka qëndruar më shumë afër viktimës dhe nënës së viktimës pas ngjarjes mund të jetë edhe autori dyshuar? Pas kësaj interviste mund të merret në pyetje Mustafa Nuzi? Absolutisht duhet të paraqitet nëse prokuroria e posaçme e shet nevojshme, të cilët mund të paraqisë prova të reja, të cilët kanë të bëjnë me themelin e çështjes, normalisht do paraqitet për dhënë shpjegimin e tij. Të duk visi sikur dinte diçka Mustafa Nuzi? Është një çështje e cila përshket hetimit dhe nuk mund të flasim lidhje me. Jo, a dinte diçka në këtë intervistë? Çfarë kuptove? Absolutisht, intervista që dha mund të jetë diçka e cila mund të çojë në zbardhjen e zbërtetës, si mund të jetë realiteti. Edhe në procesin penal, normalisht ai i cili ndodhet i ndaluar, ka drejtën, çdo person ka drejtën që të bëhet me një avokat, që të ketë një përfaqësues ligjor dhe ai e udhëheq në lidhje me kuadrin ligjor të gjithë mbrojtjes së tij dhe në atë konkluzione përfundimtare. Të duki detyruar nga dalja e hetimeve të Spakut në media, në gjitha televizionet në lidhje me vrasjen e Klevis Lleshit, një dëshpërim si baba, apo një përcjellës i fjalëve të birit, sepse tha në një moment që i mbir ma ka pohuar që është i pafajshëm, është shumë i prekur nga çfarë ka dalë deri tani në media, ai e mohon në mënyrë kategorike. Megjithatë, ai ngriti edhe pyetjet që bëri në lidhje me viktimën dhe me nënën e viktimës. Tani jemi Se edhe vajtja tek Daja do të thotë që ai që në kryet e erës ka qenë i gatshëm për të hetuar siç ka hetuar në mënyrë private, pa ju bashkuar Daja e viktimës. Absolutisht, tani vim në fazën në cilën kjo akuzë e cila është ngritur duhet provohet. Domethënë, gjitha
pjesa e përvojshmërisë akuzës dhe nga ana e prokurorisë. Pra, intervista ishte tek dëshpërimi, tek përcjellja e fjalëve të vetë autorit, apo diçka nga pyetjet që ngriti? Mund t'jetë dhe diçka që mund duke t'jetë përfshirë dhe prokurorinë dhe policinë. Si baba mund t'ketë dyshimet e tij në lidhje me hetimet të cilët janë bërë, mund t'ketë dhe pretendime. Domethënë, por kjo nuk e përjashton faktin që të drejtohet të kesh ti një si baba është një tjetër gjë, dhe të përcjellësh fjalët e djalit tënd është një tjetër gjë. Pra, në qoftë se ti ke pasur dieni dhe nuk e ke ndihmuar as pak hetimin deri në këto momente dhe hetimi ngre gisht si vrasës pa pagesë i djalit tënd, kjo është shumë e rëndë. Nuk mendoj se deklaratat e babait mund të ndikojnë, domethënë, në themelin e gjithë akuzës. Pra dalim aty ku tham që prindi nuk e njeh, po thuj se fare fëmijën. Tani ne jemi, domethënë, nga hetimi, nga ato që janë pasqyrë në media deri në momentin që flasim, kemi të bëjmë me disa prova të cilat nuk kanë bëjnë me deklarimet e personave. Kemi të bëjmë me disa prova të tjera të cilat janë marrë, domethënë, në rrugë ligjore. Deri në momentin që flasim, nuk mendoj se një person ndodhet i ndaluar vetëm nga deklarimet e disa personave. Jo, dakord, megjithatë ai ngriti disa pyetje. Kush është makina, kush ka qenë në shtëpi, me kë shoqëroi, me kë ka vajtur në Peqin, kush e ka çuar nënën në polici për të shpallur zhdukjen e të birit. Pra thot kush dhe ky person çfarë lidhje ka me porosicit ose me autorët. Pra, ai është në dieni të diçkaja, ose është në dieni të diçkaja, ose do të devijoj hetimet, apo jo? Nuk mund, dhe momenti që flasim, nuk mund të përcaktojmë nëse jo, është një nga përvoja jote, nga përvoja mund të themi që nuhat? Nga përvoja mund të themi nga gjuha e trupit, në mënyrën se si edha intervistën. Një person i cili jep një deklarim i cili është më shumë personal në lidhje me ato që ndjen dhe me ato që mendon dhe me ato që thot në lidhje me... Mirë, ai po jep në 2026, por ai thot që unë kam pasur komunikime me policinë, unë kam bërë një hetim privat, madje kam ftuar edhe dajën e viktimës, pra ai po mban të njëjtin ekuilibër, të njëjtën qasje në lidhje me ngjarjen, si përpara 6 vitesh, si edhe tani. Si të duket kjo? Domethënë, janë të përfshirë familja Nuzi, babai dhe i biri, se unë nuk besoj që në qoftë se i biri është ashtu siç thotë Spaku, babai të mos jetë në dieni ose të paktën të mos e nuhasi çfarë ka bërë i biri. Tani jemi në fazën në cilën një prind flet për ato që ndjen ndaj fëmijës. Një person i cili mund të japë një deklaratë lidhje me fëmijën e tij, normalisht nuk mundet që ne parajgjykojmë dhe me qëndrimin që ka. Por që, domethënë, jemi në aspektin procedurial dhe në kuptim të ligjit, gjitha deklarimet normalisht duhet japi në ambientet e prokurorisë posaçme, nëse është nevojshme, normalisht dhe për ato mund të jetë një indicje për zbardhjen e vërtetës. Qartë, dua të kaloj tek Bela përpara se të ndiqem edhe intervistën e nënës së Klevis Lleshit. Intervistë emocionale apo një intervistë për të orientuar hetimet dhe për të lënë të nënkuptuar që nuk është i mbirë, por është dikush tjetër, ose të përcillte fjalët e të birit. Kemi disa pista për këtë intervistë. Që tha edhe avokati që për të përcjell fjalët e personit që është i akuzuar ka një përfaqësues ligjor. Nuk do të ishte nevojshme të dilte babai dhe të fliste. Mendoj se është një intervistë emocionale, e cila si çdo prind ndihet keq për gjendjen që mund të jetë djali. Se ndihet keq për përmendjen e të birit në media? Për përmendjen e të birit, për gjendjen që ata mund të jenë në këto momente që flasim. Kjo pasi familja e të akuzuarit shpesh bëhet edhe ajo viktima e heshtur, pra ndodhet midis dy zjarreve ku duhet të mbaj përgjegjësi edhe për djalin e tij, po edhe duhet të përballet me akuzën e rëndë, pra duhet edhe të mbrojë dashurinë për birin e tij dhe të përballet me akuzën e rëndë. Mirë, si sillet një prind kur e kupton që nuk ka qenë i vëmendshëm në momentet që fëmia ka kryer një vepër penale kaq shumë të rëndë? Se duhet të flasim pak edhe për gjuhën e trupit të zotërisë, por do ta komentojmë më vonë. Zotëria duket që është një gjendje që edhe do ta justifikoj këtë si rast. Po kjo më tepër për të justifikuar veten e tij dhe situatën që ai ndodh. Pra këtu po justifikon veten dhe jo të birin. Po. Duke marrë parasysh që ai thotë unë nuk mund të dal dot, ndihem i
i vëzhguar gjatë gjithë kohës, pra jemi në fazat e hipervigjilencës tashmë. Pa, je di që nga 2012-a vrasja e Agim Hoxhës ka sjell një sër ngjarje zinxhir, deri tek kjo e Klevis Lleshit që është shumë e rëndë, se është rrëmbyer, është vrarë dhe është dukur trupi. Kjo është çështja. Për të gjetur pastaj eshtra 2 vite gjysmë më pas, dhe ai e di se çfarë e kuptoj. Edhe mentalitetin e zonës, si funksionon kanuni, sepse e përmend vetë nga mentaliteti i zonës, ai dhe duhet justifikoj veten e tij, se ku ndodhet. Jo djalin e tij, por veten dhe familjen e tij. Pra, në këtë intervistë ai shpëton veten e tij. Në një farë mënyrë po, mendoj unë. Më pas kemi fajin e brëndshëm, pra edhe ai fajson veten e tij që se nuk e kam njohur unë fëmijën tim që arriti deri në këtë pikë, dhe kemi një shëmbje realiteti, pra nga ai personi që fëmija im, më i miri, e gjitha këto me radhë, ndodh kjo situatë dhe komplet realiteti i tij i ndërtuar në mënyrën më të bukur shëmbet. Okej, mirë, do ta marrim hapasapi edhe në një analizë më të detajuar, pasi të dëgjojmë edhe intervistën e nënës Klevis Lleshit. Djali im ka dalë në orën 1 nga shtëpia. Është nisur me ka pi një kafe që është pa nga të gjithë te lokali. Aty ka qenë rrethëkuar me shoqërinë e vet. Në orën 3 djali ka humbur çdo lidhje edhe çdo kontakt me të gjithë, edhe telefoni është fik. Është zhduk në rrethana misterioze. Unë dyshoj që djali im është morë nga shoqëria e vet dhe është dorëzuar ke dorë e hasëm. Ne kena hasëm Ali Hoxhën nga Shqipni dhe me banim në Mamurrat. Qysh në vitin 2013 vra burrime, 30 tetor 2013. Në 2017 është vra Kunati. Në 2017, 6 muaj mrapa, është duk djali Kunati 40 vjeç. Dhe maj foni djali im 20 vjeç me 5 gusht. Edhe nga për 6 vjet 2 persona janë të vra, 2 janë të zhduk. Nga shteti shqiptar nuk kina morë asë një lloj fjale, asë një lloj përgjigje, asë një arrestuar, asë një dyshuar. Kalvari i këtyne pune fillon që atë dite që i na bën hasëm me Ali Hoxhën. Unë kërkoj që deri në tani ato nuk kanë bën asë një lloj, asë një hap para për të gjitha këto vrasje që janë bën. Edhe unë ma shumë kam heshtur që djalin asë njëherë nuk kom dasht me fut në asë një lloj konflikti, asë me Hasmin, asë me asë një tjetër në botë. Policia e Burrelit është pal me Hasmin, është pal me të pabesin. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt në pjesën e tretë dhe të fundit, pas hapësirës së dytë publicitare. Në fakt, pjesa e dytë ishte tronditse në momentin që e kemi mbyllur me intervistën dhënë shumë kohë më parë të nënës Klevis Lleshit. Si do duke intervista e zonjës në atë kohë, ajo ka përmendur vrasjen e 4 antarëve të familjes së saj, sepse ndjenja e një nëne teksa ishte zhdukur pra Klevis Lleshi në 2020-ën e kishte parandjer pra atë çfarë i kishte ndodhur burrit Kunatit, djalit Kunatit dhe më pas të birit të cilin e kishte ruajtur nga gjithë kjo sagë, por që saga nuk e kurseu as 22 vjeçarin. Pikës parë ngjarja është shumë e rëndë. Intervistë shumë e fortë e saj. Shumë e fortë, ngjarja është shumë e rëndë. Normalisht kemi të bëjmë me një ngjarje e cila është një zinxhir, një kalvarë gjithë që vazhdon nga viti 2012 e deri në vazhdim. Normalisht gjakmarrja nuk është justifikim si nga ana e drejtës kanonore, si nga ana ligjore aktuale. Nuk është një justifikim lidhje me vazhdimin e kësaj sage, cila ka një motiv rëndus në lidhje edhe me veprimet të cilat janë bërë, por edhe në lidhje me vrasjet e një pashëmshme që janë bërë. Ligji është tepër i ashpër, domethënë lidhje me, sidomos me edhe jep një përkufizim ose një ndarje në kodin penal në lidhje me veprat penale të cilat bëhen në gjakmarrje
dhe jemi një imazh shumë të lartë dënimi në lidhje me kryen e këtyre veprave penale ndaj personave të cilët akuzohen që mund të jenë për zhjakmarrje. Në na thot në ato intervistë 2 vrasje dhe 2 zhdukje. Pse ka që ashpërhasmi me zhdukjet? Pse ka dashur të zhduki kufomat? Tani, Se mua nuk më duket e drejt, fair. Domethënë, jo vetëm vrasjet që nuk duhet të ekzistonin, sidomos këto të djemve të ri dhe të Klevis Lleshit, por edhe të baballarëve të tyre, pse të ndodhte. Por zhdukjet e trupave pse? Çfarë ka dashur të japi Azmi me zhdukjen e trupave? Pavarësisht se trupi i Klevis Lleshit u gjet 2 vite e gjysmë më pas. Tani kemi të bëjmë edhe me veprimet. Është ndershme kjo nga ana e Azmit apo ka dashur të japi kemi të bëjmë me disa një sinjal? veprime të cila kemi të bëjmë me fshehje të së vërtetës. Domethënë ne jemi në një fazë në cilë ka ndodhur një vepër penale dhe pas janë kryer disa veprime për domethënë pengimin e zbulimit të vërtetës, cila mund të jenë disa persona të përfshirë. Në momentin që ne flasim, kemi të bëjmë një vepër e cila është shumë e rëndë. Domethënë, një vepër e cila përshikon nga Pra ti e përjashton dhënien e një mesazhi me zhdukjen. Ato kanë punuar për të mos u zbardhur e vërteta me zhdukjen e trupave. Absolutisht ne Okej, jo dhënie mesazhi. Ne jemi një psikologjinë të cilat as ne nuk mund ta parashikojmë, domethënë se si ka ndodhur apo kush ka qenë, nëse ka qenë dhënie mesazhi apo kemi të bëjmë me një veprime të njëpashënshme që mund të kenë shkuar edhe në pengimin e zbulimit të vërtetës. Domethënë, por që në lidhje me motivin e cila e ndjek gjithë të kalvarë, domethënë, të këtyre ngjarjeve të rënda, është që edhe ndonte më shumë domethënë pozitën e të akuzuarit me këtë rast. Domethënë, përveç shkryerjes së këtyre veprave penale, kemi një sër veprimesh pastaj të ndërmarrë nga personat për në lidhje me zbardhjen e së vërtetës. Ne nuk e dim që Saba Nuzi të ketë qenë shoqëri e afërt e Klevis Lleshit apo jo, por të paktën nëna thot që dyshimet e mia janë tek shoqëria e djalit. Këto mund të jenë dhe pjesë e deklarimeve, sepse besoj se zonja Në emocione sipër. ka thënë edhe besoj ka thënë dhe deklarime në lidhje në kuadër të hetimit të cilë po bëhet nga ana e strukturës përgjithëse në lidhje me sqarimin apo pretendimet të cilat mund të ketë dhe për persona të caktuar, normalisht në lidhje me ato persona për zbardhjen e kësaj ngjarje. Dhe në këto momente që flasim, ne nuk kemi ndjeni për deklarimet e zonjës apo momentin që ndodhet fazën procedurale që ndodhet vepër penale apo hetimi i kësaj vepër penale dhe momentin sotme, jemi të njohur vetëm pjesërisht nga ajo që ne kemi parë në media, pjesërisht në informacione të cilat na janë servire në media lidhe me këtë ngjarje, por që duhet të jetë një mesazh që nuk është një zgjidhje që të përfundojmë në krimet të cilat mund të arrijnë deri në krimet e gjakmarrjes. Pasi është një gjë relativisht shumë e rëndë për publikun që ndjek. Ndërkohë që zonja ishte ashpër në deklaratën e saj në atë kohë, duke përfshirë edhe prokurorinë dhe policinë, të cilët nuk kanë marrë masa se 4 viktima në familjen Lleshit, bashortit, kunatit, të nipit të burrit edhe të djalit më pas. Në lidhje me kemi... A ka dështuar këtu policia dhe prokuroria? A duhet të ishin parandaluar ja vrasja e parë, e dytë, maksimumi dhe kjo e treta, por kjo e Klevis Lleshit ishte papranueshme sipas deklaratës së zonjës. Në lidhje me hetimin është një zinxhir ose hallkash të cilët funksionon. Jo vetëm hetimi, dhe parandalimi, është më mirë të parandalosh se sa të kesh ngjarje të tilla të cilat nuk janë zbardhur kurrë për mendimin tim. Faza e parë është në momentin e parandalimit ku komisariati i policisë me informacion nga shefi operativ i zonës lidhje me informacionet e lidhur mund të kenë me parandalimin e kryerjes së një vepre penale. Normalisht marrin informacion dhe nga personat e caktuar, të cilët janë pjesë e strukturës, lidhje me parandalimin e kryerjes së një vepre penale. Në momentin që ka ndodhur një ngjarje, atëherë jemi në fazën e hetimore të cilët duhet të saksohen me prova në lidhje me komunikimet që mund kenë, me prova në lidhje me gjetjen dhe saksimin e autorit të veprës penale. Momentin më pas të cilët kemi, e cila është një gjë voluminoze, mund kemi dyshime të arsyeshme, por ne kemi
provat nevojshme, atëherë jemi në fazën që mund të zjas, domethënë deri në zbardhjen e së vërtetës. Por absolutisht duhet kishte patur një reagim më të hershëm, pasi kemi një, domethënë, ngjarje e cila ka pasuar më pas dhe me ngjarje më të rënda, edhe duhet kishin patur një... A duhet ishte mbajtur në monitorim kjo familje, Pis? Po duhet kishem... Ose së paku të bëj lëvizja kryesore, për të mos e mbajtur kaq shumë në monitorim, zhvendosja e familjes diku tjetër, duke mbajtur të fshet zhvendosjen. Në momentin e cila ndodh një ngjarje, pasi pasohet pastaj edhe nga një tjetër. Duke ditur ashpërsinë e zonës, a? Pasohet edhe nga një tjetër, normalisht duhet kishin patur një reagim më të shpejtë dhe më në kohë në lidhje me hetimin apo nxjerrjen para drejtësisë personave të cilët mund të dyshohen për kryen e veprës penale. Drejtësia vë përpara hetimeve gjetjen e autorëve, por merret kryesisht edhe me motivin, se kemi parë dosje të cilat mjafton përfshirjen e autorit dhe gjetjen burgosjen e tij mbas hetimeve, sesa motivin real dhe të vërtet, për të nxjerrë ndoshta edhe porositësit. Në lidhje me motivi për kryen e kësaj veprës penale ka të bëjë me lidhje me elementet e figurës veprës penale. Kemi të bëjë me anën objektive të veprës penale, të cilat veprime shkryer me dashje, domethënë kemi të bëjmë dhe me anën subjektive të veprës penale, se kush është subjekti dhe a mban përgjegjësi si subjekt në lidhje me kryen e veprës penale, sepse mund kemi një person i cili nuk është i afmëndërisht. Mund kemi një person i cili nuk ka përgjegjësi penale në momentin që ka kryer një vepër penale. Edhe gjithë pjesa e saktësimit të bazës, domethënë të veprës penale, e cila akuzohet, ka të bëjë me anën objektive të veprës penale. Ky është motivi, struktura, domethënë ndarja e roleve, pasi kemi të bëjmë dhe normalisht me një grup i strukturave kriminale që kemi të bëjmë me Jo, a i gjen drejtësia ndonjëherë këtë motivin e vërtet? Absolutisht. Të një vrasje ose si në rastin konkret të 4 vrasjeve? Absolutisht. Kjo është në bazë të hetimit edhe të kërkesës përfundimtare që do ketë prokuroria në lidhje me dërgimin e çështjes në gjyq, ku do jetë e sankcionuar edhe vepra penale që do më thënë dyshohen disa persona. Po të vesh re të dyja intervistat e ka një pikë takimit të paktën sipas nuhatjes time. Babai i Sabanuzit, zoti Mustafa, thot dhe ngre ato pikpyetjet. Kush ka qenë në shtëpinë e Klevis Lleshit? Ku është makina, me kë është shoqëruar deri në Peqin tek xhaxhai i Klevis Lleshit? Pra kemi një zhvendosje të familjes nga vendi ku banonte Klevis Lleshi drejt zonës së Peqinit. Kush e ka shoqëruar nënën e Klevis Lleshit për të bërë denoncimin e humbjes së të birit? Pra ka disa pikpyetje dhe po ta shikosh edhe zonja në fakt përmend shoqërinë e të birit në përfshirje me humbjen e tij. Tani, shoqëria e një personi mund të jetë dhe fakti determinant lidhje me zbardhjen e të së vërtetës, domethënë dhe dinamikën e ngjarjes se si ka ndodhur në momentin e konsumimit veprës penale. Këtë duhet të kishte pyetur dhe kolegu Enver Doçi, në fakt zotin Mustafa, që a njihej Sabau me Klevis Lleshin, a kishin shoqëri të ngushtë ata? Kuptoj. Kjo mund të jetë një fakt determinant lidhje me edhe me zbardhjen e të vërtetës, që mund të bëj fabulën kryesore lidhje me motivin se si ka ndodhur ngjarja, personi i cili mund të jetë i dyshuar apo mund të ketë djenim lidhje me zbardhjen e të vërtetës. Megjithatë, nëse Sabanuzi është një vrasës me pagesë, atëherë në daljen e këtij përfundimi, nuk e dim përfshirjen e tij apo jo tek ekzekutimi dhe zhdukja më pas e Klevis Lleshit, por të paktën kur e nxjerrim një term të tillë të dim edhe të ardhurat që ka marrë nga këto vrasje me pagesë apo vrasja me pagesë, duhet gjetur edhe ku i ka çuar parat, a janë marrë ato para ndonjëherë apo jo. Atë në lidhje me termin i cili bashkohet. Pra, gjëmo parat, gjëmo financat, edhe shkojmë drejt zbardhjes. Domethënë ndarje të roleve, domethënë një person i cili ka kryer aktin final, nëse e ka kryer normalisht si dyshohet, dhe në momentin flas më shpesh personin në hetimin ndaluar në lidhje me faktin,
dhe kemi të bëjmë dhe me, domethënë, porositësin apo pagesën të cilën marrin edhe më pas dhe në ardhjen e pasojës së veprës penale. Kemi, domethënë, shkakun edhe pasojën të cilën mund lidhen bashkërisht për të ardhë elementi i veprës penale. Domethënë, është e detyrueshme që të kemi edhe një shkak dhe një pasojë të cilën lidhen mes tyre në lidhje me ardhjen e veprës penale. Mirë, do presim për të zbardhur motive dhe përfshirjen e Sabah Nuzës, sipas intervistës dhëndje për kolegun Enver Doçi, zoti Mustafa Nuzi pretendohet që i biri nuk është i përfshirë, madje pohon atë edhe kur ai bën takimet me të birin në izolim. Por dalje në media i detajeve të kësaj dosjes SPAK-u të hetimeve deri tanishme, e ftojmë edhe një herë Regjin të ndjekim në këto momente intervistën e nënës së Klevis Lleshit për të folur pastaj për gjuhën e trupit dhe ashpërsinë e kësaj interviste dhe mesazheve që jep kjo intervistë. Djali im ka dalë në orën 1 nga shtëpia. Është nisur me ka pi një kafe që është pa nga të gjithë te lokali. Aty ka qenë i rrethëkuar me shoqërinë e vet. Në orën 3 djali ka humbur çdo lidhje edhe çdo kontakt me të gjithë, edhe telefoni është fik. Është zhduk në rrethana misterioze. Unë dyshoj që djali im është morë nga shoqëria e vet dhe është dorëzuar ke dorë e Hasm. Ne kena Hasm Ali Hoxhën nga Shqipni dhe me banim në Mamurra. Qysh në vitin 2013 vra burrime, 30 tetor 2013. Në 2017 është vra Kunati. Në 2017, 6 muaj mrapa, është duk djali Kunati 40 vjeç. Dhe maj foni djali im 20 vjeç me 5 gusht. Edhe nga për 6 vjet 2 persona janë të vra, 2 janë të zhduk. Nga shteti shqiptar nuk kina morë asnjë lloj fjale, asnjë lloj përgjigje, asnjë arrestuar, asnjë dyshuar. Kalvari i këtyne pune fillon që atë dite që i na bën Hasm Ali Hoxha. Unë kërkoj që deri në tani ato nuk kanë bën asnjë lloj, asnjë hap para për të gjitha këto vrasje që janë bën. Edhe unë ma shumë kam heshtur që djalin asnjëherë nuk kam dashur me fut në asnjë lloj konflikti, as me Hasmin, as me asnjë tjetër në botë. Policia e Burrelit është pal me Hasmin, është pal me të pabesin. Jemi rikthyer në studio, Bela e ridhash edhe një herë intervistën se ka mesazhe shumë të forta të një nëne e cila përmend edhe vitet, edhe personat, 2 vrasje thotë dhe 2 të zhdukur, por që ishe momenti i parë i zhdukjes të birit, ajo dinte shumë mirë se çfarë kishte ndodhur me të birin e saj, sepse edhe një zhdukje përpara të birit kishte ndodhur dhe në fakt 2 vite gjysmë më pas janë gjetur edhe eshtrat e Klevis Lleshit. Emocionale, intervista, si të duk? Shumë emocionale. Shumë. Në qoftë se do thosha që nuk është emocionale, do gënjeja. Po dhe interviste fort, mesazhesh. Shumë fort, me mesazhe shumë të forta dhe me akuza që edhe mund të kenë bazë. Tani që flasim, do të thoja për me çfarë pash nga intervista. Intervista ka ndodhur në momentet e para që djali është zhdukur, pra. Jep detaje, ku ka qenë deri në orën 1 në shtëpi, pastaj në lokal se kanë parë të gjithë, pastaj nuk i funksiononte telefoni. Po, këtu kemi të bëjmë me një traumë të pasgjitur dhe me një zi që nuk është përpunuar dhe nuk besoj se do të përpunohet ndonjëherë. Në qoftë se marrim për bazë fazat e zis, ne këtu jemi akoma në inat. Pra, kemi 4 vdekje të cilat nuk e kanë kaluar fazën e inatit në zi dhe nuk do arrim kur në pranim. Po s'ka pasur edhe kohë? Normal që kohë nuk ka pasur. 2012, 2017, 2 brenda 6 muajve, deri në 2020. Nuk arrin të kalosh fazën e njërës vrasje tek... Që është shumë e vështirë që t'i kaloj këto faza dhe të arrim në pranim, sepse në qoftë se kjo situatë vazhdon, duke marrë parasysh që zonja përmend hakmarrjen, pra gjakmarrjen, Hasmin, në thonjse. Hasmin, po, edhe me emër. Hasmin, në thonjse, siç e ka përmendur. Edhe policia thot asgjë bashkë me prokurorin, pa autor, të paktën deri në ato momente të intervistës. Dhe tani që flasim, del që... Porosici është Aurel Hoxha,
Në fakt edhe vrasim pagesi Sabanuzit. Kemi vetëm një vrasje. Pra shoqëria e ka marrë, thot ajo, dhe ja ka dorëzuar Hasmit. Po. Normal është ajo që thash unë edhe për babain e Sabanuzit. A e një fëmin, po. Për pyetje që ai bëri. Kush ka qëndruar në shtëpi, tek xhaxhai, kush makina, pra kush e ka shoqëruar nënën, kush e te ati, si duket një pikë tek personat e afërm. Kush është më pransët të vërtetës, kush është më transparente si intervistë? Të dyja janë intervista gotë transparente. Se cili ka të vërtetën e tyre, kështu që... Mirë, më pranë të vërtetës, kush është? Normal që është e zonjës. E zonjës. Ajo është cila që ajo ka përjetuar dhimbjen më të madhe tani që flasim. 4 vdekje në një familje dhe traumat pazitura të vazhdueshme, autor që nuk gjenden, normal që intervista është më e vërteta tani që flasim. Më e vërteta? Po. Po ta pyesim zonjën në sot, besoj se e ka këtë emocion të fortë që te shumë emocional, është po e njëjta thua? Po, mendoj që po. Në qoftë se do të flasim dhe sot me zonjën, mendoj që do të jetë. Nuk është më pak e zbutur duke qenë se kemi autor tani. Të vërtet apo jo, po kemi disa emra. Por hetimi vazhdon. Faza ngjarja është akoma në fazë që përpunohet dhe nxirret në media dhe kjo i ndihmon akoma dhe më shumë zonjës. Çfarë do t'i këshilloje ti asaj? Nuk ka diçka që mund t'i këshilloj që mund t'ia uli dhimbjen. Pra, nuk ja ul dhimbjen as emrat? Kjo mendoj të ishte personale, por edhe zbardhja e emrave nuk do të sillte qetësi tek zonja. Do me thënë, edhe atë çfarë ka zbuluar Spaku dhe dalja e këtyre hetimeve në media, nuk është se ka ulur as pak e zonja. Zonja gja e di që këto vrasje kanë ardhur nga Hasmi, siç ajo pretendon. Kështu që çfarë do lloj emri që të vi, nuk do ta uli dhimbjen e zonjës. Sepse ajo është në dieni të personave që janë në konflikt. Mirë, a thua se vrasja e Klevis Leshit dhe zhdukja e trupit të tij, pavarësisht gjetjes 2 vite gjysmë më vonë, duhet jetë edhe fundi i kësaj sage akmarish? Të shpresoj shumë. Të shpresoj shumë, sepse fundi ditës asgjë nuk zgjedh. Është thjesht një sagë që 2 familje shuhen. E qartë, ju falenderoj të dyve për pjesëmarrjen në këtë studio, falenderoj edhe gjitha ta që na kanë ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24, bashkë takohemi në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshim.